të më trasu gruja me shokin tem. Unë kom gjyt me kallash ish jaronin e ish gruës. Tash e kanë nxit vojzën, me thonë kinë se unë kom usë vojzën tem seksualisht, mënyrë seksuale. Mu kanë qarru zët me po djole. U po e tepër të mo. Nuk po moj. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Kosovë, do të jemi në Ferizaj, do të ha dritaren për zotin Avni Bakolli, është vetëm 34 vjeç, babai i 3 fëmijëve të ardhura nga 2 martesa të ndryshme. Kërkon të jetë këtu në live me Odetën dhe ka këmbgulur që të jetë ditën e sotme. Nuk e njoh historinë e tij, kështu që do e hap dritaren, do ta përshëndes dhe do dëgjoj çfarë ka për treguar sot këtu në live me Odetën. Avni, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe për juve. E kam një hall këgjë të madh. Besoj mbështetja fundit që më ka marrë që shojnë rrugëzidhje vetëm që më ka marrë te ju. Fëmijën mi kanë marrë në Francë. Ti aktualisht nga po flet? Jam tash pe Kosovës. Je nga Kosova, ku jeton? Në Kosovë jam tash, për momentin jam në Kosovë. Kam jetuar në Francë. Ke jetuar në Francë. Të kanë marrë fëmijët në Francë? Fëmijën mi kanë marrë atje shteti, mi kanë marrë me vonë, se fëmija më kanë denoncu mu, po nuk jam kanë fajtur fëmija, ish gruja dhe më thonë nona e fëmijëve, i kanë nxit me bisedu për mua, me ful për mua. E tash aja mo, do me thonë ka jek dorë për tyne, e fëmin mi ka nëllë atje, edhe kur e erdhë puna që i ka thirë gjykata pe atje, pe Francës, i ka thirë nëllën me vetë, i ka thonë me shku mi marë fëmin, aja nuk ka pranu, qysh nuk ka pranu këtu në Kosovë, nuk ka pranu tash as atje, e tash mo fëmija do me thonë më ka metën atje, 1 vjet mo mi ka nëllë, do me thonë nuk kam në kontakt me ta, 0 kontakt, me djallë shkruj ka i herë tinza, më shkru në snap. Vojza unë tut më këthy, vojza nuk përpranën më këthy, se është ka tutët, është ka pregohet, që mos na shqiptarët më gjyshje, mos pi bëjt i shka kështu. Aja është tutut më këthy, po djali shumë ka nevoj për mua, se unë me djali jam konë shumë i lidh. Vojza u konë me nënë e vetë e lidh shumë. Unë atje mu më shellën atje, edhe tash do me thonë në mu isha me orë mërëna 2 vite këtu, se ma nxerën biletën për me rrugë tek nena, për Kosovë. Atëre të lutem. Unë e refuzojsha do me thonë. Avni, do të bëj pyetje dhe ta kthejmë bisedin, që ta kuptoj qartë historinë. Bëhet fjalë për 2 fëmijë, ju keni 2 fëmijë. Po. Një djalë dhe një vajzë, çfarë moshe kanë? E vajza është 13 vjet, djali mi ka bën 9 vjet në muajin e kaluar. Me të 11. Atëre të lutem, do më tregosh konkretisht çfarë ka ndodhur në Francë, do me thënë, se me sa po kuptoj ti ke probleme edhe me nënën e tyre, je ndarë dhe me nënën e tyre. Na jemi ndohë me të, unë kom pas problem me nënën e tyre, është punë trafike, po do me thonë jenë rregullu këtë gjana, e kena mshirë këtë mohabet, po kjo thjesht nuk përdo mua me më lënë rahat. Tash e ka nxit vojzën, me thonë kinë se unë kom usë vojzën tem seksualisht, mënyrë seksuale. Këtu sa kem kënë Kosovë, të me thonë vojza ka kënë 11 vjetë, unë tash nuk pas nga pos, dikon tjetër ka me shku, vesh nuk pas nga metë në fëmi temin, e vlad temin me ngusë në atë njërë. Boba për nga bënë dhumë të shpia, për nga rej, për nga bërtet, për nga bënë kështu, për nga bënë ashtu, bobi po pënë, anina, fnina. Që të gjona vojza ka full në shkull, do me thonë të nana mi kanë marrë atje, mi kanë halë. Mua më kanë këthy të gnina. Akuzat që nga gjatë të rënda. E ka bon aja me një qëllim që të menu që mu po mojnë mshil atje, po mu më shkatru mu e ma shumë, e fëmin më spikten gnina, po do me thonë tash ka ndodhe kondër dha. Fëmin mi kanë halë atje, mu më kanë këthy. Mu më kanë bon dalisht 2 vjet. Po? 1 vjet mi kanë halë fëmin, mës mi po, fëmin i ka ish gruja, halo për me vete, unë tash kur erdha këtu e bona kërkesën e kom pas bo dhe ma herët, po do me thonë thirrja nuk më ka ardhur, për me morë besueshmërinë e fëmijëve për me vete. Unë kom full edhe me avokatin, i thash sot ma shpejt me vazhdu procedurën me bo një kërkesë t'i marrë fëmijën për me vete, se fëmija tash më kanë me kërka hiq, se nuk mu i milon fëmijën jetimore atje. Por fëmijët e kuptoj që janë jetimore, por nëna ka kujdestarin, ka kontakte me fëmijët?
nonën duket që po, se vojza di që mua më ka të e ka thy telefonin, shoki mos mu po biseda e kësi gjona. Po? Do me thonë të në kun, do me thonë ju ka nejtë djolit ju, djoli ma ju, se djoli është ma e i prafërt me mua, djoli nuk, qështoj nuk është shumë i prafërt me nonën e vetë. Ka lidhje më shumë me ju. Po vojza është shumë e prafërt me të. Edhe do me thonë e ka nigu çdo sen që aja e ka shtime me thonë për mua. Do me thonë nuk o kur farfoti. Kur farfoti nuk o që unë e sham. E qartë, i dashur Avni, më lejon të pyes dhe të ma tregosh gjithë historinë e jetës tënde për të arritur deri tek akuzat kaq të rënda, janë shumë të rënda akuzat që ka bërë vajza dhe prandaj ty të sheshë kujdestaria dhe të kanë riadhesuar në Kosovë dhe fëmijët janë marrë nga shërbimi social aty në Francë. Në çfarë vendi në Francë bëhet fjalë? Në Lyon. Në Lyon të Francës. Atëre, Avni, unë dua ta nis historinë tënde me Kosovën, kur ti je njohur me nënën e fëmijëve. Si quhet nëna e fëmijëve? Tahira Foshi. E qartë, ti me atë je njohur para sa vitesh në Kosovë? Para 14 vitesh, ose dikon 12 vjet kemi posë martesë bashkë. Ju njohët keni qenë të rinj besoj, dhe ti dhe ajo. Po, 19 vjeçar kam qenë kur jam njoftuar me të e jena martuar tamam bashkë. Jeni martuar 19 vjeçar, Po. bashkëmoshatar të vegjël, le të themi realisht, dhe jetesën vitet e para të martesës i keni bërë në Kosovë. Po, këtë në Kosovë, po. Sa vite keni jetuar bashkë në Kosovë? 12 vjet. Si ka qenë jetesa jote me të? Se fakti që ju tregoni... Jetesa ka qenë shumë e mirë, po unë e dola në 2019 në Nena, dola në Francë do me thonë. Vetë, për një tarë me pos halo ma të mirë, po veç vetë. Edhe më ndodhe një problem që zona një shok të më trasu gruja me shokin tëmë. Ti ishe në emigracion? Ajo të ishte në Kosovë? Unë kam qenë në Francë, aja mi ka pru do me thonë të shpia. Shokët e tu? Po do me thonë gabimi e maj modhe është që faktët unë nuk i kom rrujt. Po do me thonë si ka besu kush mo fjallës tem, se kjo djallin e migjës këtu e ka pëllic. Edhe çdo gjë do me thonë ma kanë qitë në shpinë në bisupet minja, çdo gjë e kom përjetu vetë, kom hongër burgin, e kom hongër gjitha gjonat, po nuk është problem. Me sa po kuptoj unë gjithë kjo urrejtje nga ana e Tahires, që sipas jush ajo i ka mësuar fëmijët të ngrenë këto akuzat të rënda, sidomos vajzën, duke që e ka një urrejtje shumë të madhe për ty, sepse një grua të mësoj vajzën për babain, që babai ka abuzuar, e ka gacmuar seksualisht, është fundi për mua, është shumë e rëndë. Fundi është fundi dhe është jetra që edhe atje kur i keme deklaru dhe me thonë dokumenta, se unë jam thonë me dokumenta atje, kur kom morën 2022 në këtu që i kom gjujtë me kalash, unë kom gjujtë me kalash ish... Gruan? Qatjaronin e ish gruës. Shokun tënë ti e ke gjuajtur me kalash, ka vdekur? Jo, as su plagu, as ku zho, do me thonë, veç kom gjujtë në kalash, po jena kom do me thonë të e kur në kom dollë me kalash për shpis në barë. Avni. Dorës, ai të e të rijek edhe ku ngregjishti ka kërsi kalash. Unë normal kom dollë për me ekzekutuar njëri komplet, mos tash moral, na jem shqiptarë, na e kemi një tradit halo me djetrën. E qartë, por i dashur Avni, sa vjeç je sot? Më fal që të pyes. 34. Edhe 100 vjeç u bëfsh. Je i ri, absolutisht je shumë i ri. E ke mirë. Dua të them diçka, unë jam më e madhe se ty. Nisur dhe nga eksperienca, sigurisht që burrat shqiptar kanë një mentalitet ndryshe nga bota, e kanë të vështirë të pranojnë tradhtinë, por nuk është fundi botës tradhtia. Ajo grua që tradhton nuk përtypet, tradhtia nuk falet, unë e them historikisht, unë pretendime nëse do më ndodhi një ditë, tradhtia nga partneri im, unë nuk do e fal kur këtë gjë, tradhtia nuk falet. Por... Unë për vete, unë e kom fal, kam dollë për burgit, se ata ishin balshu shpinë krejtë, se mos pjëndod një gjo, kam dollë për shpis komplet. Kur kam dollë për burgit, kanë orë do me thonë burnimi këtu, këone, kena bisedu me ta, edhe e kom fal. Edhe që ata e kom fal vesh shpinë djallit, që mu drejtu djalli ma boni, tha, o bab, tha kush bot, tha tash mam për neve, tha nëse ti se këta momin, thash babi, thash momin, qysh e keni mam, thash është e keni me pas. E kom këthy, e kom fal. Qela biznes këtu mo nuk e kom posë njëmin mo me ikte anena.
se mo dhe veç mi dula foti dokumenta, mo unë isha mshel, kam ne këtu pak mshel. Unë e kuptoj që ti e ke falur tradhtin dhe është e drejta jote, por ke arritur ekstremin. Ke ngritur armën ndaj një personi që ke rrezikuar veten tënde. Nëse ti atë do t'i kishe marrë jetën, ti do isha akoma në burg sot. E kupton, ke arritur ekstremin, gjë të cilën të penalizon ty. Tash për momentin jam i gatshëm hala më shumë nashta me bon se mo jeta nuk më duhet pa fëmijë. Nashta jam i gatshëm edhe hala më shumë me bon. Jo, mos mendo kështu. Je shumë i ri. Mu po mbimet që mi murë në qafë fëmijën, me ka bo një veprem, më mbo dam muë, kur unë si kom pengu as një sen jetën e vetë. Unë martu, prit fëmijë tash, ashtë e martu me i kanë këtu në qytet, Perizaj. E qartë. Ajo jeton jashtë. Ka ardhë për Gjermanisë, i ka po fëmijën 2 herë, nuk ja kam nalë. 2 herë ka ardhë i ka po fëmijën vizitë, se non si bot kërkush edhe 50 gronë e mi morë, non nuk i bot asnjë. Patjetër, është e kuptueshme. Edhe mu kanë dhinë fëmija, edhe ja këm leju këtë drejt, ka ordi ka po fëmin, si non që i takën me mi po fëmin. Se aja pse se ka meritu, se meriton. Se një non kur ja këtën shpinën e vladit, aja mos se meriton as vizitën. Avni, ndoshta... Unë e kom bo këtë sen për fëmi. Në kontakt, në telefon, ka nejtë tënë kohën. Por të lutem, do të bëj një pyetje. Ndoshta ke gabuar, xhelozia e tepërt të ka bërë të dyshor sa të ka tradhtuar me shokun dhe ndoshta nuk ka patur asgjë? Nuk u kom pyetje xhelozia e tepërt ose që kom menu unë, po janë sene që i kom po me sytë me. Gjona që i kom po me sytë me. Janë gjona që i kom po me sytë me, domethënë. Kur ja kom thyrë në pazurin e Facebookit në pronëz asaj na, kur kom po në mesazhat, e kur kom po videot e fotot që ka boja, edhe çtu në shtëpinë, unë jam bepasu, jam shoku, mos s'kom dita shka flas, veç e kom këshyr bilet, kur ka bilet, me aeroplan nuk mujsha se kisha larg pilionit, nuk ishke për Prishtinë. Pra, ti ke që në Francë, kur ke hyrë në Facebookun e ish bashortës dhe ke zbuluar çatimi që e bënte me shokun tënd, që tradhtonte. Po. E ke kapur mat, e kuptoj. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ti preve biletën, erdhe, u fute në burg. Edhe e kom thirat të porin njëri që jam taku, e kom thirë e ish gruën, edhe i kom thonë tash më së mprind në Kosovë. Ka bit minë edhe hes tash mos du me të pote, na poka. Se unë ata e kom gjynë kalash, a i ka pështu, po nashta në qatë në zejt, ose në qatë moment, se njëris po mujke me kontrolu vetin as një mënyrë. Ish një moment që në mo nuk kish ku për kontrol ose diçka ma shumë. Edhe kjo të me thonë apo ka nuk ka qëllu atë, të në shpe, ka hecë, më ka ngu ka hecë. Kur kom mordën e kom rinë për i zajtë, më kom mordë ka Shqipnia me bari, me ani, me trage. Po. Ku morën Kosovë, kur kom zbritur në këtë qytet, porin person që jam taku në që ata. Me shokun tënd. Më ka fol, po, edhe ma boni tha esë më të shpia, tha si janë të pritë fëmija, thash pse ti për di thash ku i kam unë e fëmina. Edhe në atë moment, jam do me të, unë isha me valigje në dorë, jam do me të, edhe ju që mu pike kopja, po veç deshta me hi me u lidhë një internet, me bisedu. Kur u lidhë unë në internet, direkt më ka shkuru i kish gruja, ta ti paske orta pëse s'po kalëzë, se nuk i kom kalëzë që të provej. E qartë. Tash për 10 ditë, tash unë ka ditë. Edhe dhe me dhonë edhe aty ma e kuptova. Mas 2 dite i kom shkru, mas qatë ditë në fakt, i kom shkru këti shokit, tash me u taku, ky ka pru me telefona, shit blerje që këtu dëmtu me sene, edhe i thash, i kom pru thash dhe telefona pja tjetë, tash unë s'fëdu me javon kërkujna, tash fëdu me t'i dhonë ty, a mujna me u taku. Dhe me thonë ketë këtu janë edhe në polici, këtu deklarata komplet janë, pa po mëre sa problem, jina taku me të, edhe i thash telefonat i kam të shpia, më nështë tash me më qute të shpia. Unë pistoletën e kisha me vite. Po në pistolet nuk kom pas fishek, se unë e kom ujtë me kryu ekzekutimin qati për qaty, s'kom pas nevoj me orë shpeq. Në shpia kom pas kallashin. Edhe kur kena orë të shpia, teri nga bërë dhe me thonë për jam të tregu rrugën kërkun hish, më ka shtit e nga bërë. Dhe me thonë e diti edhe shpinë. Unë më veç i kom po gjona qyshe tek, po nuk dësha me full me të,
Se edhe ai është një tip që nuk heq dur thot. Edhe ai rrin një armatist. Edhe tash unë me qilë muhabetin, unë e thësha për merr në qofë mua, unë e këni pistoletën po pa kur gjë heq, thot. Tash për merr në qofë mua edhe kur gjë heq. Kur kom marrën këtu në shtëpi, thash ullë qëtu ta qesi kove dhe të divi telefona. Tha jesë se ka me shkum punë, a i punon muzikë natës. Tash jo dhe shti me mhinte e na dorë, tash këtu edhe me dorë, tash ti pa e pini kove jo. Ka dhe me veç kom himrena, e kom marrë kalashën edhe dhe me ronë kom dollë. Kur kom dollë me kalashën dorë, edhe veç e kom bota, qësoj e lidhje me grunë tem, tash tja kemi nuk që s'di unë e ku zhoha. Edhe ju që direkt ma ka kop kalashën për i dorët, unë e ngre, a i ngre, unë e ngre, a i ngre, do me thonë edhe ka kërsit edhe kalashë. Po, kam qëllu fatlum një nënon, që nuk kanë du diçka me modhe, me të e kom shelë çdo sen, me familjen e ish gruse kom shelë çdo sen. Tash mu që më këthënë në kënejna, një mujtit kom nejtë atje në burg, kom nejtë shkop ki fmive, nuk kom pranu me u këthy pa fmi. Se mu e mrena 2 ditë më ka ardhë dhe I dashur Avni, pjeta për me ardhë. I dashur Avni, në momenti që ndodhi kjo ngjarje që ma tregove dhe u dorëzove vetë në polici? Apo erdhi policia të ndaloj? Po i kom pritë të shtëpia, kanë orë të shtëpia më kanë marrë. As më tentu me ik, as hiç kurrë. Nuk tentove të ikje dhe u dorëzove le të themi në polici dhe u dënove me sa? S'kom ik, jo, i kom pritë të shtëpia. Këtu në Taras jam konë në shtëpi i kom pritë. Do me thonë rasti kanë ndodhur dikun 5 në mbrëmje mas dite. Arrestimi jam, do me thonë po kur kanë ardhur policia bastisi këtu në shtëpi që më kanë arrestuar mua, dikun 11 natës ka qenë ora. 23, çështë diçka u kanë. Po, dhe më pas ti u paraqit edhe në gjykat dhe more dënimin. Me sa u dënove? U dënova 10 muaj. Me 10 muaj. Por çfarë ndodhi? Gjatë kohës që ti ishe në burg, kishe kontakte me fëmijët dhe me gruan, me ish gruan? Jo, se jam konë para burgim, jo. Do me thonë 4 muaj e 13 ditë unë e kom mojt para burgim. Kur kom dalën për para burgimit, po, do me thonë që mu caktu dënimi me mojt, mu caktu 10 muaj ditë, se mu jek vrasjan tentativ që e kisha unë, po, se aty nuk ishte e saktë, o sot apet nuk jam i saktë, a e kom ngrej kishtin unë, a e ka ngrej aj, se i na konë 2 polt, do me thonë të e tërjek armën, era i herune, halo sot nuk e di saktë, a unë ja kom ngrej kishtin, a e ka ngrej kishtin aj, se do me thonë jem konë të dytë të e tërjek. e qartë, e Njoni me kuptoj. në kitrin, edhe do me thonë, as plagusja, as kur gjo nuk ka pas, ishtë një kërsim ka ndodhë, me kalash, unë nuk e kom pas dërzu kalashin teri ati që kom dojnë në gjikot. Ati që kom dojnë në gjikot, jam që e kom dërzu kalashin vullnetar, se së ne kanë gjetë kalashin, e kom dërzu vetë vullnetar kalashin. Edhe dula pi para burgimit, erdhën burnimi familjes Tish Gruës, u morëm vesh me ta, edhe e falja. Kur e falja, unë tash mo do me thonë një gabim veç e patabu, edhe e falja o drejtnis. Tash mo kjo u mësu, i thyrke policin, e djallin e miqës e ka të gjerë, ka shumë nalë këtë në Frezaj, të dhe mo so dhe deklaratën tema e kanë ndru. Mu më aty më figuron tash, kur mi kanë qitë për talët, aty shkruan për mu që kjo është e dyshuari nga Frezaj, që të ndoj të vrasë shokën e vetë në akuzat kinë si amurit të dashurën. E fjalla të dashur kop shumë, ma kanë qitë që shtojnë E qartë, tyrën shumë keq, po nuk ko lidhja, pet janë përbish dhe gjo. e qartë, e kuptoj. I ka tira 2-3 herë policinë mas nena, për dhunë familje. Por ndalimi pak tu dhe ma sqaro. Ti dole nga burgu dhe e fale bashorten për hir të fëmijëve dhe vazhdove jetesën me të në Ferizaj. Po, Çfarë ndodhi në Kosovë, në Ferizaj pas daljes tënde nga burgu? Kosovë çdo muaj, unë këtu e qila një biznes temin, që zanot që e kam punoj me karoserit makina, me aksidentet makina, Po, i rregulluar, do me thonë xhirosi e krejt, do me thonë këtë zanot e kam, që 18 vite e punoj, e qila punëtorin tem, qila garazh vetë, personale, temën. Po, do me thonë nuk më të mora atë, se mo, që shtojnë në uthy gota dhe mo, thjesht nuk dojke me po gjitet mirë, ne nuk dojke me nejtë me mu, po ne nuk ishke arsye që shmë jek pe meje, me bon diçka që për mu arsyetu të familjave. Ta të bëjke, thyrë në telefon policinë, dhunë familje. Kër i poke policinë kjerës që kanë orë, heke në banjo, i më sheke vete shapulla, i ka ke plukti, i ke
ka bova kjune në shtrat, jam konë pjedhën, pa ditë gjo, nga policia në shtrat, pa ditë sërnome. Pse? Se e ka pos një përpet, dhe me thonë për policisë edhe për të vetëve. Dhe me thonë, çdo sen e kom përjetu unë, çdo sen e kom hongër unë, pa e pos një gabim më të vuglin. Edhe pse mi ka tirë 2-3 herë e kom folë, e kom këthyja pet, jo një herë, po 2-3 herë e kom folë. Kjo martes... Po e posh mo që nuk, në zërë mo nuk shkan, ma mirë dhe shumë të vazhdoj jetën tem, kjo në ta vazhdojnë të vetën se mo nuk du me shku jetë jem në përbugje, të i pos fëmin, si drita, unë me shku jetë jem në përbugje, plus me shku jetë ambur politik që kom boti qka, apet jam në regull. A mo, pa pos as një gabim, as një keqe ma të vuglën, unë me hongër burgin, pse e kish ke kra, dhe vetën në nejna mi në rejke deklaratat e mi bajke një 100.000 gjona. Ishit ju që ja kërkua divorci? Nuk kena pos kënor heq. Keni qenë bashkëtes, e kuptoj, nuk keni patur martes ligjore. Por ishit ju që i kërkua të ndarjen, apo ajo donte të largohej? Ajo, kur kom dalën e mas mrami që e mojta dhe dënimin tjetër të burgit, unë e mshela firmën këtu, e mojta dhe pjesën tjetër. Ti bëre burg për herë të dytë për dhunë në familje? Jo, për që të pjesën që jam dënu 10 muj ditë. Për ngjarjen, e qartë. Do me thonë 4 muj e 13 ditë e kom mojtë para burgit. E kuptova. Tana jam liru me kusht e së të mvjen me plët fuqishme, për me mojtë edhe 6 muj tjera që më patën ngejtë edhe 6 muj tjera. E qartë. Por ndalemi tek problemi mes teje dhe zonjës Tahire. Ti i kërkove të ndaheshi fizikisht se nuk po shkonte më kjo martesë? Unë i kom thonë 100 herë, po nuk ka pranua, sa ja pasëm e nuk jam thonë që e pranaj këtë sanë. Po hera fundit tash që ka ndodhë, do me thonë kër e mojtë anë e burgin, kjo më ka orë vizita dje, në burg. Po? Dole unë tash mas mrami për burgi që e ka mojtë burgin, kër kom dollë nuk i kom kalzu kërkuj që ka me dollë. Do me thonë 3 muj ditë mu mi fali burgi për sjelljet mira. Kom punu në burg, për sjelljet mira do me thonë 3 muj ditë mu falen pej burgit. Tull dënimi, e qartë. Po, më ullë dënimi, do me thonë, kom pas me mojtë. 6 muj, kom mojtë veç edhe 3 muj. Do me thonë, komplet, i kom mojtë në burg 7 muj. Edhe kur kom marrë dhe në këtë në shpi, kom marrë surpriz, nuk i ka ditë kur kush asasi gjo. Kur kom marrë tonë, kom zonë dhe mesazha me tjërë meshkuj, bashkëshortës, me TikTok fake, me kësi Snap, Instagram fake, me emën falsë. Edhe kom pyet kush janë këta mesazha, kush janë këta, me kanë ke shkru. E ke detyru qikën me thonë, thuj që unë e kom shkru se Bobi kom e nga mi kete. Tash do me thonë, qikës ja ka shtjat frikën që unë jam shumë i kesh. Qika e ka pranu bab, më falë, unë e kom shkru. Qysh bab, thash ke shkru këtu më abit, thash ka janë këtu biseta kështu ti që ke shkru, thash qysh o bab, thash ti ki 11 vjetë, që i ke 11 vjetë. Ti thash 11 vjetë, thash me mi shkru që të sen, o bab, thash pse thash s'po më kalëzën drejt? Pse thash babit s'po më kalëzën drejt që ka më probleme? Valloj bab, fa më falë, unë i kom shruhe, në regull. Këto do me thonë ashtë edhe ingjizimi që e kom dërzu avokatit, që e ka pranu qika mastena, që e ka shti mami. Të pranoj bisedat në qatë. E ka pranu që e ka shti nona vetë, do me thonë me morë përsi për që të punën e mesazhat. Edhe qatë natë, unë nërvëzova shumë se nuk ma kalëzeke më pasvordën e telefonit. Dullëm se unë jetoj me 2 prind, dullëm prind dhe të full me ta, të bisedu me ta, ju vënu qelë se ku t'ju vënu telefonet. Edhe mos më kalëzeke, e harrova, po që shë harrove ti që ta shtë pasvordën. Edhe e kom morë telefonin në sajna, nesit, kom dojnë qytet, ashtë ne kam e thy që të pasvord, dhe ashtë edhe prap kena mi thirë burnimin, ashtë amon balafacim kena më konë vesh në 2. Atëherë thash na kena me po kush po del, qysh po del. Qka të banë këtë nesit, i thirë vlazin e vetë dhe i thëtë jam shumë e smut, po avnija s'ka porë me më qëtë e mirë, ku ka dollë avnija nuk e di kë ka shku, une nuk kam porë me shku as të mirë, po jam shumë e smut. Se u tu që une tash pja, e di ku bazvordin e pja, gjoj senet, e tash më sta prit avnin me orë të shpia për mu bon kjo punë. Kur vjune në shpe për vej se vinë shpe nuk janë, mija nuk është Tahirja, për vejti në onën tash ku është, qysh se të na, është ju vëlloj s'di sen, jo tha ka shku për Mirash. Qysh Mirash, okej. Pe thirën telefon e ka vlajve telefonin, pe thirë vlajve në vetë, se unë telefonin nësa e ke shonë. E thash, o besmirë, thash është problemi, thash o vlo, thash qysh veni të mërni, pak,
pan vet, a I kam rënët unë me lëshu për ti me orë me marë, ose me thirë me më thonë, avne po vina për marëme. Unë e thash, dje kom dollë për burri, thash ti u quve së dirë dhe e murre. Thash të paktën une, thash jam burri sajna. Ako mundësi thash të paktën ti me më vetë mu, ose me ma bo me dije, me thonë e kina një punë, po vi për marra, diçka, mu konsultu, thash me muë. Kush je tha te, ku hini ku dule të më sho me qa kam, komplet. Aty këtë orë punë halo ma kesh. Ta na o orë dhe lavje vetë I vugli, edhe t'joni mi qëzë vetë. Më kanë orë në dorë. Po. Në pastirë policin, edhe unë u përvina, se ka pos me ndu në shtë edhe ma kesh. Unë u përvina edhe dhe me thonë për ati momenti, mo nuk kam kur farë kontakti me ta. Hiq, zero kontakti kam me ta. Me fmi ka pos kontakt. Fëmis që kam nalë, ka ordi ka po fëmin, ka full me fëmi, ka në Por pse, dalimi pak se këtë s'po kuptoj, Avni, dashur Avni nuk e kuptoj. Në momentin që ti u ndave me zonjën Tahire, për shkak të tradhtisë, ajo iku te prindrit dhe nuk u kthye më, fëmijët erdhën tek ty, jetuan tek ty, apo me nënën? Fëmija janë konë me nënën, 2 javë ditë I ka mojt aja. Po, dhe më pas? 2 javë ditë dhe me thonë aja ka jek duhe për fëmijëve. I ka thonë që une nuk muj mi mos fëmis, une e me në jetën temë, unë du më martu, me kriju familje, nuk mi merë, dhe me thonë, asë një burë, nuk merë muë me fëmi. E kështu që më vjen kesh, për fëmi në së ndi marë. Unë u pata martu me një tjetër. Unë e gjitha një tjetër këtu, u pata martu. Por more dhe fëmijët e tu. Po. Me thonë, unë u martu, va fëmi si për nëjë, në regull, fëmija ka nejtë e unë. I ke mbajtur ti fëmijët, se është e rëndësishme kjo, që nëna në një farë mënyrë I ka braktisur, kjo quhet braktisje. I ka braktis. Pa e para I gjukuar. Tash do me thonë, edhe ti Francës e kanë thirë. Sepse unë nuk dua ta para gjukoj. Ti Francës, do me thonë kjo I ka thonën, unë e di që fëmija janë me bobën e vetë, nuk e di mu pse po më thirrni, unë jam me martu, unë jam të prit fëmijë tjerë, fëmija janë me bobën e vetë, të e bo abede viktimën, të e lujt viktimën, kështë unë s'po di kur qa që kanë do. Pra ndaj po të pyese, do ma tregosh historinë hapasapi, pa e para gjukuar zonjën në mënyrë absolute. Por një grua, gjithi në këndvështrimin time, unë flasë si Odet, si gazetare, një grua që lë fëmijët për të gjetur një burr tjetër, ma më duket absurde. Shumë është kjo e pabesueshme, do me thonë edhe si në gjykate, si në Francë atje kur shkova që ju deklarova për punë dokumenta, do me thonë kujt I thësha, edhe ato u bepasëshin, se thëshin qysh nonë. Po, jo më zëtni se s'keni nevoj, mua më besu hiq. Kontaktoni me nonën e vetë në vetë. Po, ndalemi këtu, ti fëmijët I mbajte dhe vazhdove jetën tënde, u martove dhe çfarë ndodhi më pas? Unë u martova, edhe gruaja me shtatzon, kja e dyta. Po. Kur me shtatzon tash nisi pak mu në gjallë, a vedin, kishe unë me një vetën, edhe boni problem me fëmi. Unë isha në punë, boni problem me fëmi. Mi ka ngus fëmi, të mi mbyllë në dhomë, unë e pa ditë sen, unë në punë, mbyllë fëmi në dhomë, më zban me hongër, më zban me pi, më stilon falë shpreje asë në toalet me dalë, të I moj fëmi në mbyllën, edhe po më thipin fëmija në telefon, tha bab, qështu, unë tha shqka, tha qështu. E kom kohë kjerën pi punës, kom orë të shpia, kur kom orë dhe me në shpim banis, do me thonë a e kishë pas regullu gjonat e veta, I kishë pogodi teshat. E kom thirë familjen e vetë, thash kështu është puna, familja vetë më banën për të na më bilet më sinëzër. Ka dënë shkëtën. Qilja ka derën në të hecë. Tash ju zët një dashërë që apëthëm, tash se na kër I na njoftu, tash ju si një kondjen. E para, e dyta, tash une nuk muj, tash me loni njëri në rrugë, tash veç hajt me jaqil derën, tash pika por, ashtë vetë e dyta, tash se e koni fëmi në barkë. Ishke 3 muj, shtatë zonë. Tash e koni fëmi në barkë. Tash kështu që nuk jam tash një tipi njërit, që veç ja qili derën edhe shka ka dush. Nuk mujt është ashtu. Ashtë e vlodi juve, e jam ja thash muem ta kënë, më ju thirë juve, thash ju, s'po dani, as më morë vesh me orë të onë, shemull me diskutu këtë problem, mos pjalir me kryt I qysh, mos ndodhi shka ma shumë, thash ju s'po dani, thash ti është, thash ju veç po të rjekni, ta pu. Thash, po ju të rjekni, thash unë jam marrë biletën edhe, e pi thash Gjermani ku e një ju. Thash ju tana, shka bani me ta, aja qelni derën. Edhe e përzeni, a qka bëni thash o problemi juve, tash kryesuri pe meje, tash unë nuk muj me ja qelë derën edhe me ecë aja rrugës vetë. Unë dova me të,
kom nejt me fëmijë dikon 4 muja 5. Do me thonë kom nejt vesh me fëmijë. Vetë bob, vetë non. I kom këshyrë vetë. Dhe vetë ka bon vaki, kom nejt pa hongër, fëmijëve e kom dhonë me hongër. Fëmija këtë sen e din shumë mirë, po e keqja ta që ndodhe, une u martova prapë. U martova me një nga Shqipëria. Aja është e Shqipërisë. Do me thonë, tash jam i martun me të, pa ja për momentin është në Gjermani. U martova me të, edhe tash e zoja shumë, punëtore shumë. Jem të knash, do me thonë, familjarisht jem të knash me ta komplet. Si unë, si fëmija, si prend, si krejt. Bile këtu të në Kosovë dhe thirin kë kunota e vlau, i thuj në jarush. Pashka zotin i thuj në jarush, se punëtore shumë, do me thonë është e pazaventushme, nuk disha që thëmë për atë njeri. Por, ti në këtë ko, i ke me fëmijet në Francë, do me thënë, se dua të më dalë është e problemi Francës, pasi u njove me gruan e treti i ke në Francë. Unë e kom ikë në Francë, kom ikë vetë njerë. Kena dollë të noteri, do me thonë e kom morë përsi për mi morë fëmin jashtë shtetit. Se alos nga ka pasor thirrja gjykatës, për me dollë do me thonë në gjykatë mi morë fëmin për mi veti komplet. E qartë. Po do me thonë aja këtë noteri ma boni besueshmërinë e fëmijëve që i kam drejtën e mi morë jashtë shtetit, pa prezencën e saj natë. E nënës, Unë e shkuva, këtë lërë një thirrje gjykatës këtu, u do të më këthy mas 7 dite. Kur erdha këtu, unë nuk më isha minjarë mi morë fëmin, se u do pjone atje njerë me siguru bënesën e me siguru ku me shku. Unë së më isha tash hajde veç për marë fëmin edhe të pëheci. E kuptoj. U bon liberalizimi tash për marë fëmin edhe me shku me met në rrugë. Edhe unë shkova një muj para. Po. Tana ku mordëm këtën, kur ku mordëm këtu, e kom thira 5 ish gruën, kena dalë edhe ja kena qitë për me vete kësaj gruz 2 qepota. Fëmijën. Që unë me shku atje, ta sigurojnë e punën e banesës e gjonat, atëherë kjem me orë me fëmijë të anena. Po mos me pos problem, do me thonë gjatë rrugës, gjatë udhëtimit, mos me pos problem. Pra, në këtë kohë që ti po flet, ishe baba i 2 fëmijëve nga martesa e parë dhe 1 fëmijë që e kishte nga martesa e dytë. Jo fëmijë nga martesa e dytë kjo ka ndodhur mas nena. Do me thonë kur i ka morë, unë që atëherë vetë sa u pata martu, si ka pos një muj që u pata martu. Po, fëmija nga martesa e dytë erdhi në jetë. Ka ardhën si vjetë, ka ardhën mars. Po do me thonë, mas unë jam E kuptova. Përkisht do me thonë në ta. E kuptova. Ka lindur tani në mars fëmija i tretë. Dhe çfarë ndodhi? Më pas? Aja ka morë fëmin, ka ardhë, ja ka bërë autorizim edhe ish gruz dytë, ja ka bërë autorizim, fëmin, ka ardhë aja me fëmija dje, unë kom doli kom prit, pas një problem ka ardhë rrugës, kena najtë me të në 4 muaj më duket martum, atje. Po. 4 muaj e pensë kështu diçka, do me thonë jam prish edhe me atë, se s'm kanë interesu letra, se kom dorë di kanë shembull për interes. Edhe pse aja është me pasor Gjerman, është e lindur në Gjermani, po mu s'm ka interesuar ja punë kur min temë me ma trajtu ashtu në atë mënyrë, mu s'm ka interesuar ja punë hiç. S'm ka interesuar as dokumenta, as hiç kur zon thjesht kom dosht me bot min temë të lundur. Kaq. Edhe kur fëmija më patën thirë për të më kallëzu në qyshet, e qysh kallëzova atyje, unë e erdha dhe mora vendimin me ta në mundo. Tana kom jetu veç me fëmijë. Por gjatë saj kohë që ti ke jetuar me 2 fëmijët njohë edhe nusën e tretë. Po, edhe kjo ka nejtë do me thonë në aty i ka ro me nejtë një 3 muj, me neve, muj më dalonë edhe kontaktin e sajna. Keni jetuar në Francë, kur u bashkove me fëmijët në Francë, që të ndalemi te problemi i fëmijëve që fëmijët ti mori shteti francez? Mija pi fillimit kanë kenë me mua. Po. Mija fillimit të une. Kanë nejtë me mua, kanë jetu me mua. Po, që në momenti që u ndabe me gruan e parë, ajo i braktisi dhe fëmijët i ke rritur ti. Aja i ka braktis. Mine edhe pia ti momenti do me thonë mija kanë nejtë me mua. Do me thonë një muj tjetë ju ka ro me nejtë në Kosovë vetë, do me thonë me ish gru me dytë, e me printe me këto në Kosovë. Kur ti ishe në Francë, po? Deri sa unë e kom bo një zgjidhje atje në Francë për mi morë këta të anejna. Edhe, këta na unë njëftuva me këto, kjo ka orë tje, ka nejtë atje me neve, na ka këshyrë, na ka gjdo sende, nuk kam vrejtje, 0 vrejtje kam të aje. Të aje njërit 0 vrejtje, me full kesh për të zotin mbret. Muj me të avon në kontaktin e sajna, kur ka lajmru vojza për mua, dhe me thonë aja ka kena të.
Ka thonë Bobi ka armë, Bobi kështu, Bobi ashtu. Kish bondo fotot një armës, unë nuk e di as ku e ka morr atë armë, atë që ka ordha ja armë atë. Të lutem, Avnise, nuk e kuptoj. Ti u bashkove me fëmijët në Francë, i more fëmijët në Francë. Po. Në Lyon. U bashkove, kishe dhe gruan e tretë e cila i donte si fëmijët e saj. Po, po. Çfarë ndodhi domethënë? Këtu më shpjego situatën. Pra, si arriti vajza të njoftonte policinë dhe të bënte këto akuza ku më pas ti merrte shërbimi social edhe vajzën dhe djalin. Domethënë çfarë ndodhi? Domethënë unë kjo kur ka ndodhur, unë nuk e kom ditë atë sen hiç. A ditë isha diqysh shumë i lodhur, unë shkuva ishke e hanë, ditë e hanë. Po. Shkuva e puna nuk pat rrymë punë edhe na e dha lirë shefi, se kish pas pagu rrymën edhe e ka ndërkuar rrymën. E qartë. Edhe nuk e di atë ditë shumë jam koni të pushëm, diqysh nuk e di dhe qova vojzën në shkollë. E qova si jo mas mire, unë e posh muin e fundit vojza nuk u kon mirë hiç. Diqysh e kishke një par stresi, një par mërzije, më kishër ke diqysh si gjuna, nuk hanke qatë, nuk pike, nuk neke me neve. Të në kunë më shumë i kushtejke telefonit, ta na jam nole telefonit, ta shpe urës non, ta shmo telefon nuk kemi asë njoni. Jam ndërprejta. Kur a ditë unë e qova në shkollë, veç kur më ka thirë një shoqja e djeqim një mëjke, kur më ka thirë e këshim pas thirë shkolla, i ka thonë në fëmijën të kanë marrë policia. Kur shkova atje në polici që me kuptu në komplet ashtë në gjarjen, që ka ndodhë, mora versa atje shemën nuk t'i mojnë shep. Nëse dikush të denoncën, ata të atojnë direkt. Po. Dhe mu më thanë që vajzët ajo dhe ka denoncu, kështu e ke ngu seksualisht, e ke rrej, ke bon vuni, ke bon psiqik, ke bon gjithë shka. Kur aty unë me vesh me kom një djallin të kojt, policia të ngrej shak djallin të i thonë, të i përti dojt Leonit, shka bon e pse po rren kështu bërbabin kjo të i ja bon shile gujen, në falë shprej, mës ti ki me thonë shka të thamone. Edhe mës falë ma shumë. Ti vesh ki me thonë shka të thamone, të ishti djallin. Edhe djallin të ishti të i thonën, ti vesh ki me thonë shka të thamone. One ka po vakipi punës, as nuk jam la, as nuk jam ndru, kejt plunë, kejt ngjyrë, i kom ka këmin, hajde shkojna në McDonald's, hajde të naj park, hajde dikon me dalë, dhe me dhoni i kom kushtu ku edhe fëmijëve. Por pse dyshon ti dashur Avni që nëna e tyre, që kishte kohë që nuk jetonte me ta, mund ta ke shtyr vajzën të bëjë këtë lloj denoncimi? Pse dyshon këtë gjë? Që mund të jetë Tahiri ajo që e ka bërë gjithçka. Po këtë sa ne kom një me vesh të mes, unë 2-3 herë kam marrë pi punës kur u kthyi Lulja, do të thonë gruaja e tretash. Do të thonë unë kur erdhi Lulja në pushim. Gruaja e tretë. Pushim, kemë thonë Shqipëri, pia dietë. Unë më karo me nejt vesh me fëmijë. Edhe Lulja e ka një 2-3 herë, do të thonë të ful vojza me nonën e vet. Të i thonë mos ja hap kënd. Mos e lë më t'i zon flukt. Mos ja vesh tishat, mos e lë më t'i lë tishat. Tash me i notë veç me mshtim mu të më thonë në konflikt. Në konflikt me fëmijët me. Edhe me mshtim konflikt me ata, dhe thjesht mos më mlon mua rahat. Po thjesht unë me ik dorë edhe pisojnë edhe thjesht me nejt unë vesh me fëmijë. Mos me posë me shamull një tarme ose një bashkëshurte, që shtojnë. Të kuptoj, një jetes të qetë. Po, kjo e eci për Shqipërinë, pushim, kur ka eci për Shqipëri, unë 2-3 herë kam marrë në punës, janë të dera në kom hi mrena, se e kem pos studio të vogël, kam marrë edhe janë të dera edhe të niku. Aja të full minonën e vetë. Të i thonë, mos e nga kërkan, shko thuj qështu, thuj në shkull, Bobi kështu për na i banë, Bobi kështu. Po, mamja për ke në shka me bonë, thana. O, the ke jo, që shtu thoni. Juve the ke avopin pasaportin, thana, the ke jo muni me morë Bobin, ape. Po, jo, the ke thoni që shtu. Të eshti qikën, gjdo gjonë të e vo, veç për më mbo mu e damë. Po, kjo ka shku në atë kuptimin që mu mos po më shelin, kur thët vojza, shemë dhunë familje, që ju bo me fmi, kjo ka menu që mu e më shelin, edhe fmi mi këthejnë të knejna. Po, ka ndodhë do më thonë e kundërta. Tjetra, kur kesh unë në Burg, sa kesh tash në Prons në Burg atje, do me thonë djallim ka thirë mes telefonit nusës, dvojzës vetë, ka kontaktu djalli, edhe djalli do me thonë 2 herë mojtë gjikata, me datën 10 të mujtë kalum, kom pos me dollë balabaqim me fmi. Mu veç më kanë kalëzu, ama thirën s'ma kanë pru, u mojtë gjikata pa u konën e heqë. Gjikata e modhe do me thonë, me u konë me 12, me morë
vendime, a më mi këthi fëmin, a me milion jetimore. Dhe me thonë në datat i kom ditë gjykatës. E qartë, por nuk i njoftuar. Po prap nuk më kanë njoftu. Fëmin të porën herë, mi kanë rejt, i kanë thonën që Bobi u këthi në Kosovë ka ikë dorë për juve. Kur po folën me djali nuk i raki ku hanguj që shtojnë ana, si raki ku hanguj të kojp, o bab mës në le. Neve nga kanë thonë që babi u këthi në Kosovë, nga kanë thonë që kishë s'ti interesant për neve. Po bab Leonita më ka shtimu me thonë që shtu edhe momi o të më shtimu. Kër më ka thirë për zdyti, mas 2 dite, më ka thirë djali, prap, mas 2 dite, nusja të më thoni bëj ka ofirë telefonin në më thirë mua atje me numër në pranë, se telefonin mu ka lejuar, po mu ka leju telefonin tje, vesh me numër me bisedu. Dhe me thonë më ka thirë edhe tash telefon mes telefonit, kështu edhe unë e bisedëshëm me djali. Edhe ma boni djali tha, o bat, ka mu më ka thonë avokatja, mëse nëzërë Bobi për burgit, mëse ja falë Bobit, mëse nëzërë për burgit, se Bobi ka me shku Kosovë, ka me vro nenën. Nena është nona e ishgëruës. Edhe unë këto e zonat djallin matë. Tash mirë o bat, tash e ku pede, tash avokatja, tash ti aki nenë, që aki tash ti në Kosovë atje. Tash unë e babi jam të refuzu këthimin në Kosovë, shko ki juve. Unë nuk po du më këthi tash pa juve. Se të jam këthej tash babi shpinën, ku shaj gjallë. Ka më shkri me qa këm, po fëmin nuk i la. Me qa këm ka më shkri, jam i gashëm edhe luft me dhe i zë me front, po fëmin nuk kam i la. Hiq kur gjo më smunësha me bon, një 3-4 vetë aty në kam javë morë me veti. Nuk javë lonë. Po jo, Avni, më të gjë pak e betën. Më kam shtetë që shtojnë, më kam shtetë për murit që të sen. Edhe djali aty u këthy, thash pse babi thash edhe ti thash u këthejve tash për ma këthen shpinën, pse thash babi s'më ka zënë drejt, Janisi me kojt au bat, pa momi më ka shtita me thonë qështë. Janisi djali me kojt edhe jerë dhe aja e vizitet aty që i këshyre të fëmi, aja mbi këshyrësja, edhe janë oli telefonin, mos kom pos kontakt. Një ditë kom shkru ta që kom qelën në një stamp, se s'kom pos, kom shkru me djallë, po me full nuk mujke, muj me t'i që dhe bisedat skrin ta që ka i shkru i da djallit, ta është pak të mbabit veç që ma një po dhe të shetë gjyshi, amo, që më kam bo, te për jam të duru, nuk e di isha ko një por shumë, amo, jam të po që i mund të më mplos durimi që unë e jetën pa fëmi se du. Ndërkohë me vajzën? Letu pa. Me vajzën nuk e as një kontakt? Jo, dhe vojza ka refuzu, nuk ka pranu edhe mu këthy kone. S'ka pranu nuk. E vojza veç thjesht e ka frikën, kush gjo nuk ka tjetër, thjesht veç frikën e ka, po jeta jam është për ta. Unë nëse si kam ata, që kam vi me jetën. Kur për ta e këmë sakrifiku jetën të e ta asim të karallak, si qysh ku mujt, i këmë rrit, i këmë mojt, vesh, me honë, me ti. Ta shë me kuptaj vojzën. Ke mundur do të ta sigurosh? Unë e vojzën e kuptaj se ka po këtë gabim, absolut. Absolut, nuk e kam jetë mi lyp lëgari asena pse ka po këtë sen. Absolut. Ke mundur do të sigurosh vendim? Ajo vendim? është fëmi, u më ashtru. Është fëmi, është adoleshent, e kuptoj, u më ashtru. E ka po këtë sen, asë nuk kam nevoj me lyp lëgari, se është e vladi jemi. Thjesht i kam nga të vejtit. Ka që pëdu? Pse fëmija me nisë maseze shumë nga ta që s'po kujtisët kërkosh. Qërët janë rrojt me emnin, që jesim pasër francez, njonin ta qojnë rrët sa unë me tjetërin nena, bon fëmija pike 5. Qka me po unë mo? Asë nuk jam thashtu në këto që shkaj, me mor hak të këta. Unë e një gjo ka me bo. Se unë e fëmin, nuk i këthej. Nëse mu fëmija, nuk mu i një këthi fëmin. Valoj njërë ata për vetë, se valoj në të... Avni, nuk është kjo zgjidhja, ma beso. Unë e kuptoj që je një baba i lënduar, i irrituar dhe ndoshta logjika jote në këtë momente për shkak të dhimbjes nuk është e drejta dhe e dura. Ma beso. Si kom bo mëre ke shkur mëre. Nuk është kjo zgjidhje. Unë martu, e ka kriju familjen e vetë, ashtë jetën e vetë, kur mërë se kom pengu mëre. As kur për këntok ti mërë s'ka me ta. Pse mërë mu s'po më lerat? Pse mërë, hajde mu ti përkëshirë më mboket, për i morë qofë minë mëre. Pa je nona qka je mëre, i morë qofë minë, i lojnë një timure. Me të ti prejnë qofë, i lojnë minë një timure, për qëfar none jetë, po pse ti banë? Pse ti banë? Kur nuk je nonë, pse i banë?
Pse krijon familje me morë qofë me fëmijë? Që fëmija djallit e dini 100% që djallit nuk ka mirë. Nuk më të nëndra, tas nuk më me po gjëmas, po gjomas, nuk e di, jam një zdo shumë të keqe, nuk po di kam jamojë, se mu vetë ma ka ndalu Francën. E qartë, ty të ka realizuar dhe nuk të lejo. Vetë ka me shku, çka të muj me bo, unë ka me vazhdu, nuk e ka njëtën më nolë. Më dëgjo pak të lutem. Vetë ka me shku. Ti ke të... Vetë mujnë tjetër ka me shku, dhe të ka ndalesë. Por jo, dëgjo pak të lutem. Vetë ka me shku. Avni, gjykata ka vendosur, është marrë një vendim? U morë vendimin një vjetë, mu mi kanol. Pa drejtën tem. Po pra. Balkonun e hiç aty prezent. Ty të ka neqë kujdestarin. Ka morë vendim gjykata kryet veti. Mi kanol një vjetë mos me posh kontakt me ta hiç. As të ofërmit e me, se lejmë une, as të ofërmit e me, as që kërkush, se erë kontakt. Mas një vjetë atëherë, me këshysh ka me bo. Po jo më rëvalloj, se unë e di qysh janë ligjet atje. Unë i di ligjet që shkojnë atje. Unë banën për psikolog mure, banën fëmijët tem. Nuk ka më rëkjen rregull. Pra, gjykata ka vendosur që një vit, që i bie deri vitin tjetër, ti s'duhet kesh kontakte me fëmijët. Zero kontakt. Dhe më pas do rish... ka ndalu Francën. 2 vjet nuk të lejohet të shkosh në Francë. Unë me një të rregull, unë fëmijën s'më mi marr. Sul lajmërun atje. Unë veç do të me këshyr me kur t'janë fëmija jashtë, e me mujt me post një kontakt me të, e mi thonë veç me ka një pasurët me veti, mi ka fëmijën tim zavë me ejtë. Nuk kam zgjidhje tjetër. Jo, Avni, të lutem, duhet të ndjekësh anën ligjore, pa dyshim. Jeni një betejë me drejtsinë në Francë, duhet ta ndjekësh. Ligji mua personalisht nga po pa drejtësi, si në Kosovë, si atje. Pse? Rishfeti njofësia. Njofësia ta në vallat po del të vret gruën. Po moni më se vetë më juni të propunë më që shini të më pru muë. Mi ka bon 500.000 akuza, kom hongër kur për tradhti pa pas një pikë të fojit. Kom hongër kur, e kom të fol. I mora fëmijë, nuk i murë. Tash apet nuk po mblen rahat. Po dikur edhe unë mo klasi, ka kam jamojtën e mo. O kam e bo një vrasje, dikun o s'kam. Nuk kam zgjidhje mo. Këta vetë për na detyruj shteti, vetë për na detyruj neve, meshkujve, me morë një hapë që nuk është i mirë, edhe qënë të në përtojnë qesën aty, e vroj t'i gru, e vroj t'i këto. O, du t'mi rjit, jo mi vroj. Po du me këty kohën cikur të nverhuqës, me kop litis sheshit, e me vjet, e me rjet për zholli. Se ja kam bon lirin vetë, e njëfësia, neve na hangre, na mëtën mëre. Ne kam pru punën me amor rinoti vetë vetës pëse jam të jetu. Po është e te për të mëre kje punë. Qënë për tole të në vrojti grunë për shkap se po ju mëre o për tole, ju është shtet, ju po ma bini punën muë. Ju po ma bini punën muë me dojtë një angrejishtë në me vroj një fermër. Ju po ma bini punën, ju jeni të ma impunu. Pse se s'ko drejtësi, këtu ko interes, rishpeti. Këtu veç rishpet, të na shqiptorët, rishpeti, interesi. Ish ma ka bo mu, hen Google të shkruje, avë ne batulli këshërish ka qizin për tole për mu, që ka shkru për mu për tole. I dashur Avni, të lutem, qetësohu, ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt. Unë uroj dhe shpresoj që nëse ngjarja është krejt ndryshe, siç ti po e tregon, më dhimbsesh që një baba ka humbur fëmijët. Uroj që fëmijët të kenë treguar në polici ato që nëna ju ka mësuar, sepse është e rëndë, ta them edhe një herë, është shumë e rëndë akuza e vajzës dhe duhet të bësh durim për të përballur me ligjin. Nëse shkel ligjin, dëmton veten tënde për gjithmonë. Avni, gjatë jetës tënde. Unë nuk e di më ma i dëmtun, më ku ka me shku, më dëgjo pak të lutem. Kur unë e për staf mi më nuve, dhe që ta mos i kam nga të vetit, që kam të mërë mu edhe i. Po të flasë si kur je vlla im, po të flasë me shumë sinqeritet. Të dëgjova me vëmendje gjithë historinë e jetës tënde. Ma tregove nga fillimi deri në fund, kemi të dy së bashku një orë që po flasim për afërsisht dhe të dëgjova. Ke bësh disa gabime në jetën tënde, gabime që po vuan pasojat. Unë e kuptoj që tradhtia nuk falet, por ka rrugëzidhje, e dëbon nga shtëpia, largozoj, nuk je më për mua. Nuk e pse ngre armë. Gabimi e maj modë që e ktheva, e bona gabimin, unë e bona gabimin. Ti e fale e riktheve. Janë hotre familjes, të tu që mësë përbajna Gabimi jot, e mos jam shili derën,
mos jam shili derën, mos t'i lon belo mbrapa. Gabimi jot më i madh është që në momentin që ajo e kum përbit turpin me bukë të poshtë, dhe hodri fëmijëve, e hodri familjes, mos jam shili derën. Mos t'ju lon belo. Të kuptoj qartë. E tash, pse ju kam ep amël aty në mu prap mos më mlon rahat. Nuk përdi më one, ka me shku më one. Pa rrugësini one më kam. Të lutem. Qa me bone më? Nëse ti ju e dini institucionin në të cilën ndodhet djali, keni një adresë, mund të ma dërgoni pas kuintave, atë adresë ku ndodhet djali, edhe të vajzës, do flasim të dy pas kuintave, nëse ti e ke atë vendim gjykate, do ma dërgosh, do mi dërgosh të gjitha këto dokumenta që po të kërkoj dhe këto adresa, dhe do mbetemi në kontakt. A më t'i dërgu këto që i kanë tash të Francës? Po. Që mi kanë bon tash? Po, do mi dërgosh të gjitha. Çfarë ke në dispozicion do mi dërgosh gjitha në WhatsApp, padyshim që do flas dhe unë me avokatët e mi që janë këtu, që e njohin ligjin francez për të kuptuar se çfarë procedurash mund të ndjekësh, sepse ti ke të drejtë që atë vendim gjykate ta apelosh. Ai vendim gjykate që të mu më kanë morë në qovë. Shkën, se e kohë djolin e mingjës aty, veç shkën, ju kam te. Për kanë nëzje ka shku ka paunën, ma ka shtjeltin vëtë, ja ka ngrej kishtin, s'ka kërsi. Vetë se e kohë djolin e mingjës aty, mu kanë gjunë qovë shumë, mu kanë bo shumë sene mo. Edhe plus halo dënimët në nuk i kam të kryne, halo gjikota se si kam të kryne. Jam të jekë shumë mëre. Pse e kohë një të vetin aty, po mo nuk po moj mërë se do me mdollë shpirti mëre. Mu kanë qarru zërë me po djolin. U po e tepërt mo. Nuk po moj. Prandaj të them qetësohu. Janë probleme që je shumë i ngarkuar. A mua këtej kur dhamon e jo, ma bëjke policit të kime pjell altin. O zëtni. Kupto mërë o vlo, që nuk këmër se me pos, që ishta këm dërzu kalosh, ka peta dërzoj e lata. Po nuk këmër jo kime pjell. Po ku ki drejt në të mu më thonë kime pjell, kur nuk ki kur par po këti. Ti me një latë guje pse ka full aja, e ka djolin e mingjës aty. Ja ka një mu aty, ti mu po vlip lëgari, po vlip posë, mu po më të të rëp pa e posë, heqën e ty me ta val. Po moni mërë se njësë ma të njësë dale e flasë i kejtë. Ta në qka? A i ti mu me më restu, se mo, tur, bia, pronga mo zbig, se njohë dhe në fund për veti ka me rujt. Pa e mora që vendim njohë për veti ka me rujt. Avni të lutem. I hu pa të në temet, më menon një shtet, a pëllet që mi qetë më pronga dur temet. I dashur se njohë Avni. fund për veti ka me rujt. Vetë në ta kuptan të mija janë që e kumë sakrifiku jetën për ta. Avni nuk është kjo zgjidhja, Avni, dashur Avni, nuk është kjo zgjidhja. Një njeri i zgjuar respekton ligjin, kushdo që respekton ligjin e ka drejtsin, nuk e humbet, ma beso këtë gjë. Bëu i durushëm, duro. Unë e ligjit të kuptoj për ligjit për mban pa drejtësi. Fëmijët, Se për mban pa drejtësi se njëfësia. Avni, të lutem, fëmijët ti e di ku i ke. Pra jeta e tyre nuk është në rrezik. Ata janë të siguruar. E kanë ushimin, e kanë shkollën, i kanë gjithçka. Ti të paktën Aty në nuk është në rrezik, po. ti e di ku i ke fëmijën. Tani më dëgjoj pak mua. Djoli është Më dëgjoj pak mua. Unë e kuptoj që ti ke mall, je i helmuar. Mendo se sa nëna dhe baballar kanë fëmijët e zhdukur që nuk e di ku i kanë. Ti e di ku i ke, janë mirë. Ti duhet të qetësohesh dhe të ndjekësh hapat ligjor, vetëm kështu do fitosh drejtësi. Nëse ti bën vetë gjysi, je i humbur. Do humbësh fëmijët për gjithmonë, do humbësh veten tënde për gjithmonë. Dhe çfarë fitove? Asgjë. Të lutem, bëu i durushëm, duro dhe hapa sapi, jam e sigurt që do fitosh drejtësinë e munguar. Nëse kjo drejtësi të është mohuar, do e fitosh. Ma beso këtë gjë. Prandaj po të them qetësohu. Kështu që qetësohu se e kuptoj që u ngarkove shumë nga ana emocionale dhe më vjen keq. Do të përshëndes në këto momente, do mbetemi bashkë në kontakt dhe më nis gjithçka që të kërkova. Kështu që të përshëndes Avni. shumë vande, tash më njeri baj foto dhe ti dërgoj. Dakor. Mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Shumë vande, gjithë qysh, shumë vande.
Mirë të dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069-9955-698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë të kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam këtu me ju. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.